Kondi për te Sirisë edhe lindjes mesme, fokus do t'jetë edhe te Ukraina nga ky samit apo jo? Zelenski do të shkojë atje dhe do të kërkojë mbrojtje, do të prodhojë diçka për sa i përket konfliktit, luftës? Zelenski është momentin më të mirë për të kërkuar diçka në tryezën e bisedimeve. Është në pozita më të fortë mbasi që nga fillimi i luftës. Po e ka kthyer, po godet rafineritë e naftës, po godet infrastrukturë jetike. Krimea ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të goditjes faciliteteve të gazit. Kemi një hovë në mbështetje të aleatëve, perëndimit të madhe. Po të shohësh, ndërkohë që në gjirin e Ormuzit nuk ka pasur më probleme që nga marrëveshja e memorandumit, ka pasur prapë një luajtje çmimi naftës për Evropën këto ditë. Vetëm për Evropën, dyshoj që mund të lidhet edhe me naftën dhe gazin rus, nuk është çudi. Sepse gjithsesi ka mënyra flota fantazëm që deportojnë në tregjet tona. Vendoset gjë për Ukrainën samit? Po, për Ukrainën vendoset nëse do t'i lejohet të ndërtojë sistemet raketash Patriot, që unë gjithsesi mendoj se është presion ndaj Rusisë për të ulur në tryezën e bisedimeve dhe për të arritur diçka. Me dronët Ukraina ka bërë, madje e ka eksportuar teknologjinë e saj, e ka çuar dhe në vend të gjirit për të mbrojtur nga Irani, ka bërë avancime të jashtëzakonshme në luftë Ukrainës. Ndërkohë që Putini së brendshmi propagandën që i servir shtetit të tij thotë në vitin e fundit kemi aneksuar ose kemi vënë në kontroll 3000 km2, realiteti i verifikuar nëpërmjet gjeosatelitëve është përflitet për 92 km2. Pra për një vit avancim. Kjo ka ndodhur sepse ka zhvendosur fronti, po edhe sepse janë detyruar të sprapsen nga kundërofensivat e Ukrainës kryesisht me dronë. Qartë. Ditën e djeshme Rute fliste në konferencë me gazetarët për 5%-in e Donald Trump. Po, gjatë kohës. U tha që kanë bërë, domethënë Evropa ka bërë progres. Ka bërë 37 miliardë për mbrojtjen. Ka hedhur ekstra. Duhet do të pyes përqasja e NATO-s në kontekstin e konflikteve. Pse jo edhe përballë presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ku është? Si e shikon atë aleancën? Tash përballja NATO kryesisht e ka frikën, tensionin e ka kryesisht me Rusinë, më shumë se sa me Shtetet e Bashkuara. Por ka pasur jo pak presion nga pasur edhe nga Trump. Po, një friksion si thua me zotin Trump për shkak të kësaj çështjes që ngrinim bëni autosuficientë se do të braktis, që gjithsesi duket më tepër si një trysni që ushtrohet nga Amerika ndaj aleatëve të NATO-s. Po si reagon kundër këtyre kërcënimeve? Nëse mund të quajmë kështu. Aleatët e NATO-s kuptohet shumë mirë për çfarë i duhet Shtetet e Bashkuara. Njësoj, kjo u pa në luftën e Iranit, për çfarë i duheshin bazat në gjirin Persik. Njëjtë gjë, për njëjtën arsye i duhen bazat edhe në dyert e Rusisë, pra në lindjen e Evropës. Kështu që nuk është pamendueshme një tërheqje e Shtetet e Bashkuara nga pozicionet strategjike mbrojtëse që ka një territor që është derdhur gjak në luftën e dytë botërore për ta shpëtuar dhe për ta pasur, si thua, në influencë apo në varësi. Nuk po them pse zhvillohet në Turqi samiti. Është simbolike fort edhe kjo, është simbolike fort, po mendoj pra se të gjitha këto më çojnë të mendoj që Trump po e miklon Erdoganin dhe po, si thua, po e sjell rreth vetes për ta mbajtur me të mira që Erdogani mos ta çojë kufirin për te thanës me Izraelin për çështjet që ata mund të kenë ndarë në tryezë si plaçk lufte, si zona influencë me njëri tjetrin. Duket çike jo etike që ndodhi ende sot, pra në kohën e Kombeve të Bashkuara apo Këshillit të Sigurisë që duhet të ketë rol në vendimarrje në këtë çështje, po ja që de facto vazhdojnë këto koncepte të kohës së Kongresit të Berlinit, pra një shekulli të kaluar. Zhvillohet në Tiranë samiti i NATO-s? Dhe nëse po, çfarë do të thotë kjo? Po zhvilluar. Është zhvilluar më herët. Tani shpejt them, kontekstin e protestave, zhvillime më të fundit. Nuk e di, është konfirmuar një datë apo? Ende nuk është konfirmuar, prandaj po them. Një vend aleat, siç mund të zhvillojnë çdo shtet tjetër. Të ishte aq emergjente ndihma nga qielli do ishte bërë tani para Ankaras, si thua, nëse do ishte e nevojshme një ndihmë imediate nga qielli, si ndihma që erdhi në Iran nga tanët. Kështu që nuk do shifja si një tash mund të interpretohet si duash, mund të interpretohet si fitore e madhe. Nuk e shikon si ngjarje tjetër. Presidencën e Bashkimit Evropian e merr me rotacion çdo vend i Bashkimit Evropian. Edhe samitet e NATO-s zhvillohen me rotacion në vende ndryshme të NATO-s, nuk kanë këtu mendoj një preferencë të madhe ndaj njërit apo tjetrit. Pozicioni i Shqipërisë në NATO? Po, pozicioni i Shqipërisë në NATO është një pozicion besnik, lojal,
një vend i vogël Kemi përfituar së fundi? Një vend i vogël që më shumë se sa NATO jo është ofruar fuqive të mëdha për çështje që shkojnë përtej NATO-s, për çështje të panevojshme, po jo domosdoshme. Ne kemi hapur gjithmonë dyert për të bërë hambari mbartjes problemeve gjeopolitike, të fuqive të mëdha në territorin. Është marrëdhënie reciproke kjo? Dakord. Është qëndrim pra, jam dakord. Dhe për sa kohë politika është kompakte ke kjo çështje, është vështirë që të dalësh një zë kritik apo kundër kësaj, sepse nëse politikan njërë të shkatrohet karriera, nëse e njëri i thjeshtë. Një analizë mund ta bëj apo? Mirë. Prandaj thash, nëse politikan mund të shkatrohet karriera, ne të tjerët që flasim, pastaj nuk është se i hyn gjë me kujt në kam shumë. Pak na mbetet fjala. Kondi, faleminderit. Faleminderit ju. Kënaqësi.